BDI mori mblodhi numrin më të madh të mandatëve në bllokun shqiptar. Por kjo fitore nuk e ka gëzuar kreun e kësaj partie, Ali Ahmetin. Menjëherë pas shpalljes së zgjedhjeve preliminare në fjalimin e tij, Ahmeti fajsoi partitë e reja, që sipas tij, ata kanë përçarë votën shqiptare. Gjithmonë kemi thirrë të gjitha partitë e vogla të bëhen bashkë, të fitojnë Bashkimin Demokratik për Integrim, por të mos humbin shqiptarët. Me hidhrim e them që shqiptarët kanë humbur mandate. Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar zgjedhjet. Por mua më ka interesuar që të fitojnë shqiptarët në radhë të parë. Dhe nuk më gëzon fitoria e Bashkimit Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim do të mbetet i vendosur në drejtim të mbrojtjes së doktrinës së vet që ka paraqitur përpara shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Por kryetari i LR-PDSH Ziadin Sela porositi kreun e BDI-s, që fajin për humbjen e deputetëve shqiptar, ta kërkoi tek partia e tij. Kuptohet që ne e morëm mesazhin, dhe nga ana tjetër shfryzoj rastin t'i bëj apel Ali Ahmetit dhe BDI-s që të reflektoj. Ju i mësuat shqiptarët që vota është vetëm interes personal dhe prandaj mos fajso partitë e vogla, por fajin dhe gishtin drejtoje fillimisht te vetja jote. Po ashtu po të përkujtoj, te mandatet e deputetëve të humbura, ju jeni përgjegjësi kryesor, që zona e 6 zgjedhore ka mbi 10% më tepër votues se në zonat tjera. Mbështetje të plot për partinë opozitare ofroi Partia Demokratike Shqiptare, edhe pse nuk e mori rezultatin e dëshiruar. Kryetari i kësaj partie Mendu Thaçi e konsideroi humbjen e votave të BDI-s si element më të rëndësishëm nga këto zgjedhje. BDI-ja i ka humbur zgjedhjet katastrofalisht. Zgjedhjet e shqiptarët i fitoi Lëvizja Besa në koalicion me RDK-n, dhe unë sinqerisht atyre ju uroj këtë fitore dhe ju dëshiroj shumë sukses. Sekretari PDSH-s ju shprehi mbështetjen e plot. Kryetari i Lëvizjes Besa Billall Kasami, koalicioni i cilit mori rreth 58.000 vota, theksoi se shqiptarët do të mburen me përfaqësimin e tyre në parlament. Edhe përkundër presionit nga BDI, edhe përkundër presionit nga funksionarët të kësaj partie politike, ata arritën që të japin votën për një opsion i cili ishte opsioni i shqiptarëve të Maqedonisë. Nga nesër, për shqiptarët e Maqedonisë vin një jetë e re, një frymë e re, dhe vërtet që prej nesër shqiptarët e Maqedonisë do të kenë përfaqësimin e tyre në institucionet e këtij shteti, në parlamentin e Maqedonisë, dhe do të jenë krenar përfaqësuesit e tyre në institucione. Në përbërjen e fundit të kuvendit, shqiptarët kanë qenë të përfaqësuar nga 27 deputet nga 3 subjekte politike. Në përbërjen e re, ky numër do të bie dukshëm, kurse pritet që partitë shqiptare të kenë humbur rreth 9 mandate. Risi në këto zgjedhje është se në kuvend do të ulen edhe shqiptar nga Lidhja Social Demokrate.